Jemi rikthyer në She's on Air, jemi përsëri me Xhenetën, por këtë herë jo vetëm. Në lidhje në Skype kemi Adriana Hasanin, që është themeluese e Adriana Lashes Academy. Përshëndetje Adriana. Përshëndetje. Atëherë, që të prezantojmë publikun 100%, Adriana dhe Xheneta kanë filluar një bashkëpunim të dyja së bashku. Do na tregoni pak më shumë për këtë bashkëpunim? Patjetër. Ata Lora anin Adriana. Po. Xheneta ka filluar para disa muajve, ka përfunduar trajnimet ndryshme për extension shërpikëve, gjithashtu edhe për laminimet. Dhe kemi vrejtë që ka pas një talent jashtëzakonshëm për këtë punë dhe një motivim. Dhe pastaj kemi vendosur që të fillojmë një bashkëpunim dhe që pak dite ka filluar Xheneta tash edhe me shërbimet tek Adriana Lashes në Prishtinë. Pra ishte diçka kështu surprizë, nuk është se ishte diçka e planifikuar nga të dyja palët. Jo, unë bëjsha gjitha shërbimet aty dhe filloj me m'pëlqy. Unë gjithmonë kom pas qef me punu me çerpeke dhe vejtullat, se më ka pëlqy peje vogël. Edhe thash Adrianës, du me provu i herë. Tha, po, nuk mënesh me provu pa i kry një herë kurzet, trajnimet. Tani momenti që e parë që më ka po Adriana, tha, realisht ko ke talente dhe u binda me fillu. Adriana, na trego pak më shumë kjo akademia juaj, çfarë trajnimesh përfshin, çfarë siguroni aty për njerëzit që vinë dhe duan të trajnohen? Në mas pari kemi akademi numër 1 në Ballkan për mbjelljen e shërpekëve, do të më ditë që jemi akademia me numër më të mëdha të nxënësve. Gjithashtu jemi dhe akademi internacionale, unë japi trajnime dhe jashtë vendit, sepse 25 vite kom jetuar në Francë, që 10 vjet jam kthyer në Kosovë për me hap akademinë. Çdo që kanë mundësi me ardhë me kry trajnime për zgjatje të çerpekëve, për gjithashtu edhe për shërbimet e vetullave. E kuptuam që një akademi e ke në Kosovë, në Prishtinë, po në Tiranë kemi një të tillë? Akademia. Në Tiranë së shpejti do të shohemi se çka po themelojmë. Çfarë të bindi ty Xheneta tek Adriana si profesioniste? Thjesht punimet që vazhdimisht që i bëj, ke mënyra se i trajton të gjithë edhe është shumë detajiste. Momentin që e kom pa që është shumë detajiste edhe e talentume profesionale, normal që ja besova punëve që Adrianës. Ka qenë ky një plan i joti për të pasur një profesion për te ekranit apo? Erdhi si surprizë kjo. Ishte pikërisht surprizë bashkë çka po du, se veç isha ato e menu ku muna me gjetë vetën në cilin pjesë talentit, edhe Adriana ke një ndër zgjedhjet e mia që realisht mja besu edhe me mësu me konë realisht një e ardhme si Adriana. Po të flasim pak më shumë edhe për shërbimet. Po jam të dritë për herë të parë kur po foli për Adrianën. Adriana praktikisht. Me qenë se më fal Livia, me qenë se po dridhet Xheneta. Adriana, si ka qenë takimi parë me Xhenetën? Dhe si jam unë për kamera, dojnë me të vitë. Jo, takimi Xhenetën ka qenë shumë i çuditshëm, se ka ardhur një vajzë këtë ndryshe prej asaj që e kom prit. Xheneta në jetën reale është shumë profesionale dhe shumë e qetë. Po e ka edhe gjithmonë atë energjinë e vet të teprume, po që është shumë energji e mirë. Sa janë në studio na sjell një energji shumë të mirë, edhe na lumturon krejt. Unë e kom prit që ka më qenë pak më ndryshe, po jo, shumë e butë, shumë e kuptueshme, shumë e koncentruar dhe mbi të gjitha shumë profesionale kur vjen puna tek puna me klienta. Pra ka ndoshta një diferencë të madhe nga ajo çfarë ne shohim televizor. Po, patjetër që po, se për mua po. Për mua është përgjithësi më e madhe, se momentin që unë kam një kliente përballë meje, nuk jam Xheneta e televizionit, do të më pas kujdes me gjitha produktet, kujdes me lëkurën e saj, se është shumë e rrezikshme, po më habit fakti se kur po shtrihen se s'ka dol akoma lajme që unë jam pikërisht unë që kam ja u bë vetllat edhe çerpek, dhe momentin që vinë lokale dhe thojnë Adrianës, a Xheneta është kjo? Ndodhi një rast si kisha për shembull dyllin në vetullat e njërës dhe ma po të lutem më jep një foto, thash mo i kam dyllin, prit pak. Dua të di nga Adriana, duke qenë se ke punuar shumë afër me Xhenetën, çfarë është një detaj që publiku ende nuk e di për të? Jo, ne besoj që detajin më të madhe që edhe publiku e din për Xhenetën është pastërtia. Xheneta është shumë e fiksuar në pastërti, që gjë që unë e adhuroj.
Dhe për publikun që nuk e din, ndoshta është edhe qetësia e saj, se Gjeneta është shumë e qetë dhe e koncentruar, ndoshta publiku mësu me pak më ndryshe. Adriana, që të dëgjojmë edhe dëgjuesit pak më mirë, të lutem, flokët pas dhe mos e prek shumë mikrofonin, që të dëgjohesh më qartë. Okej, falq. Po. Është okay tash? Po, më Okej, mirë. më mirë. Po. Super. Do me thënë, Në fillim me mbajt edhe kështu. Okej, në fillim super. klientët kur vi kur shkojnë Gjenet, do thonë, okej, nësë po flasi fare, se do na përtasi dhe pastaj më vonë shkoj një Gjenet i qetë. Na gjatësan realisht e kemi prit nga Gjeneta që kome qenë pak ma jo aq e qetë, se nuk po di me gjithë termin e duhur, po na ka befasu në anën shumë të mirë. Okej, se kur e mendon ajo si proces vetullat, çerpikët duan një durim shumë të madh, kështu që besoj se Gjeneta ka treguar që ka një durim të fortë edhe në ekran, kështu që nuk është se ne Gjeneta ka durim shumë. Po kush janë planet e juaja për mëtej? Ne jemi duke punuar edhe për shumë sane të reja, që unë s'kisha dosh me i fol tani se po kam qef me ardh me kohën, po normalisht jena të bashkëpunu bashkë me Adrianën, që kanë me ardh shumë produkte, shumë sane të reja, kështu që vetëm mbetet jo me i pa, edhe ju mirëpresëm gjithave në studio. Unë jam kurioze, Gjeneta, ti ku e më shumë veten të ardhme, në ekran apo në profesion? Do të rhiqesh nga ekrani? Absolutisht që jo, ekrani tashmë e ka marrë një vend në zemrën tem, po pjesa e biznisit, pjesa e vetullave çerpikëve është një sen që mu më flenë mrena në shtëpi që dhe gjej qetësinë kur fokusohena në punë. Jo, televizioni deri momentin që kam riskin e shkrum nuk e nal. Dhe një pyetje për Adrianën, nëse do të vinte ftesa vitin tjetër për Big Brother, do ishte një po apo një jo nga ana jote? Nga ana jem? Po. Jo. Më falë, si ne në studio nuk mundemi me qenë pa Adrianën, edhe kush do i mësoj gjitha ato goca. Po ti Gjeneta. Jo, nuk i dihet Se në di të nëse ardhmen, vjen po për Adriana. momentin jo. Po mirë, Adriana Gjenetën do e lihet futej në Big Brother. Jo, se Gjeneta ka shumë punë që e pretesh. Gota jeni shumë të mira, na keni dhënë shumë energji vërtet. Adriana, të Faleminderit juve përshëndesim, ju urojmë shumë suksese në vazhdim. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën dhe shihemi kismet së shpejti. Po, të Shihemi, shohim vërtet. me akademinë tënde në Tiranë. Shumë suksese. Gjeneta, Bye, ciao, faleminderit shumë. Mirupafshim. Gjeneta, gjithashtu faleminderit edhe ty, ishte shumë kënaqësi ta ndanim këtë intervistë sot së bashku. Pikërisht E kemi shijuar shumë vërtet. Pikërisht unë deshta që kur të vi këto të vi me diçka më të re, jo të flasim për ato që vazhdimisht flasim ne, kështu që e vlerësoj që më dhatë mundësinë me shfaq një gjë tjetër time. Është kënaqësia jona, dera gjithmonë është e hapur në Shizoner. Ne të urojmë shumë suksese në vazhdim dhe Faleminderit. shihemi pas pak së bashku me një të ftuar tjetër shumë interesant.